Lexova një shprehje dhe kam dëshirë ta ndaj me ty. Dashuria ka nevojë për vepra. Besimi ka nevojë për prova dhe të pranosh që ke gabuar dhe të kërkosh ndjes ka nevojë për ndryshim. Pra vërtet ti mund ti besosh dikujt. Vërtet ti mund ta duash dikë. Vërtet ti mund ti kërkosh ndjes për një gabim që ke bërë. Por nevojitet vepra, prova dhe mbi të gjitha ndryshim nga ana jote. Mund të thotë çdo njeri të dua, por ti vërtet e beson kur ai person bën veprën që ta vërtetoj këtë dashuri. Ti vërtet mund t'i besosh dikujt, por duhet prova nga ai person që ja vlen, vërtet, që ti t'i dhurosh besimin tënd. Dhe vërtet një person mund të thotë më fal, po e pranoj gabimin tim, por ti e di shumë mirë që momenti që ti e beson që ai person vërtet të kërkon falje është kur ai ndryshon dhe nuk e përsërit me atë sjellje. E lexova këtë shprehje, doja ta ndaja me ty. Reflekto pak, thjesht reflekto pak.